Numri i të vdekurve nga tërmeti me magnitudë 7.7 balli i shkallës Richter që tronditi Miramarin dhe Tajlandën të premten e 28 marsit është rritur në mënyrë dramatike. Numri i fundit i viktimave sipas autoriteteve në vend flet për mbi 1.600 të vdekur, 3.408 të plagosur dhe 139 të zhdukur. Megjithatë, sipas vlerësimeve të Shërbimit Gjeologjik të Shteteve të Bashkuara, viktimat mund të arrijnë deri në 10.000. Në fakt, gërmimet vazhdojnë pa u ndalur mes rënojave, duke kërkuar për të mbijetuar, por më shpesh për trupa të pajetë. Ashtu si 12 fëmijët dhe mësuesi atyre që u tërhoqën nga pjesa e mbetur e çerdhes së tyre, rajoni Mandalay, ku ishte edhe epiqendra e tërmetit. Por frika dhe paniku nuk kanë kaluar ende për banorët, pasi 2 tërmete të tjerë kanë goditur Minamarin në orët e fundit, pas atyre shumë të fuqishëm. Instituti Amerikan Gjeosezmik regjistroi një tërmet me magnitudë 5.1 ball afër kryeqytetit Naypyidaw në veri të Mandalay, informon La Repubblica. Kurse numri të vdekurve në Bangkok nga tërmeti është rritur me 17, thanë autoritetet e qytetit. Autoriteti metropolitan i Bangkok tha se 32 persona u plagosën dhe 83 rezultojnë të zhdukur, kryesisht në vendin e ndërtimit të kullës 30 katëshe që u shemb në tërmetin e së premtes. Qentë sniffer janë vënë aksion dhe po kërkojnë për të mbijetuar në rënoje dhe një ndërtesë të shembur në Bangkok. Kurse Mbretëria e Bashkuar ka premtuar 10 milion frunte në ndihmë humanitare për Minamarin, pas një tërmeti që vrau më shumë se 1.600 njerëz dhe shkaktoi dëme të gjera në të gjithë vendin.